Dashi. Sot, energjia e diellit të pranverës të përshëndet me optimizëm dhe dëshirë për të përqafuar mundësi të reja. Në fushën e dashurisë, ndjenjat priren të jenë të thella dhe të sinqerta, duke të ftuar të ndash më shumë momente intime me partnerin. Nëse je i vetëm, një takim i papritur mund të nxjisë flutura në bar. Në aspektin profesional, mos hezito të marrësh iniciativën për projekte që kërkojnë guxinë dhe kreativitet. Financat janë të qëndrueshme, por një investim i vogël mund të sjellë të ardhura të papritura në të ardhmen. Sot je i lidhur fort me ndjesitë tua të brendshme, prandaj dëgjoj intuitën kur bëhet fjalë për vendime të rëndësishme. Kujdesu për shëndetin emocional duke gjetur momente qetësie në natyrë. Demi. Në këtë ditë të Marsit, zemra jote kërkon harmoni dhe qetësi. Marrëdhëniet personale mund të kërkojnë më shumë vëmendje. Kushtoja kohën e duhur partnerit tënd dhe do shohësh si lidhja thellohet. Në planin profesional, ka ardhur koha të shqyrtosh projektet e mëdha që ke lënë pas dore. Një ndjenjë vendosmërie do të udhëheqë drejt zgjidhjeve kreative. Financat kërkojnë një sy të vëmendshëm, shmang shpenzimet impulsive dhe fokuso te planifikimi afatgjatë. Sot, energjia universale të fton të ndalosh për një moment, të shijosh aromën e luleve dhe të reflektosh mbi rrugëtimin tënd. Beso te instinktet e tua dhe lejo që të drejtojnë kah pozitiviteti. Një çaj ose kafe relaksuese mbrëmjes do të jetë shoqëruesi i përsosur. Binjakët. Dita e sotme sjell një frymë të re për ju, duke ndezur kuriozitetin dhe dëshirën për të eksploruar. Në dashuri, momentet intime do të jenë të ngrohta dhe të mbushura me mirëkuptim. Përqendrohuni tek dëgjimi i partnerit dhe mos hezitoni të ndani ndjenjat tuaja. Në frontin profesional, një ide e re mund të lindë dhe të sjellë mundësi të bukura për zhvillim. Mos kini frikë të dilni nga zona e rehatisë dhe të eksploroni territor të ri. Financat janë në një fazë stabiliteti, por është koha ideale për të planifikuar investime afatgjata. Kujdesuni për shëndetin mendor duke medituar ose kaluar kohë në natyrë. Lini hapësirë për qetësi dhe rifreskim shpirtëror. Përgatituni për të përqafuar të papriturat pozitive. Daforia. Sot është dita për të ndalur pak dhe për të reflektuar mbi gjithçka që ke bërë deri tani. Në dashuri, lër emocionet të flasin më shumë se fjalët. Mund të përballesh me një moment të papritur që do të bëjë të ndihesh edhe më afër personit të zemrës. Në punë, është koha për të treguar iniciativë. Kreativiteti do të ndihmojë të zgjidhësh një çështje që ka nevojë për vëmendje. Financat mund të kërkojnë kujdes, prandaj është mirë të mbash një sy mbi shpenzimet. Ndjesitë do të jenë të ngrohta, duke të ofruar qetësi dhe paqe. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të qetësojë mendjen. Ndiq instinktin tënd dhe të gjitha do të shkojnë në drejtimin e duhur. Luani. Dita nis me një ndjenjë energjie që të mbush shpirtin. Në dashuri, pritet një moment magjik që do të forcojë lidhjen tuaj. Shfrytëzoje këtë kohë për të shprehur ndjenjat më të thella dhe për të dëgjuar zemrën. Në punë do të përballesh me një sfidë të vogël, por aftësitë e tua do të shkëlqejnë dhe do të fitosh vlerësimin e të tjerëve. Vetëm ki kujdes mos të bëhesh shumë kritik ndaj vetes. Financat janë në një gjendje të qëndrueshme. Mendo për një plan afatgjat që të ndihmon të arrish qëllimet e tua. Sot, përpiqu të gjesh kohë për reflektim dhe qetësi shpirtërore. Dëgjo muzikë që të frymëzon dhe lejo zemrën të ndiejë çdo not. Dita përfundon me një buzëqeshje. Virgjëresha. Sot, energjitë universale tërheqin një ndjesi të re harmonike në jetën tuaj. Në dashuri, momentet e vogla të kujdesit të ndërsjellë do të sjellin një afërsi të thellë me partnerin. Nëse ende jeni në kërkim të dashurisë, mos humbisni mundësinë për të shpjeguar ndjenjat tuaja. Në vendin e punës, përqendrimi dhe përgjegjësia juaj do të vlerësohen nga kolegët dhe eprorët. Mbani zemrën të hapur për ide inovative që mund t'ju ndihmojnë të përparoni. Financat mund të kërkojnë një vëmendje të veçantë. Sigurohuni që të mbani një balans mes shpenzimeve dhe kursimeve. Kjo është një ditë ideale për të reflektuar mbi sukseset e vogla dhe për të falendëruar veten për përpjekjet e palodhme. Dritat e yjeve ju ndriçojnë rrugën. Peshoria. Dita e sotme sjell një energji të freskët, duke të ofruar mundësi për të ndarë momente të veçanta me të dashurit tuaj. Kujdesi dhe vëmendja që tregoni do të forcojnë lidhjet tuaja emocionale. Në sferën profesionale, është koha e duhur për të bërë një plan të ri duke ndarë detyrat me kolegët. Do të ndjeni një shtytje të brendshme për të ndërmarrë hapa të matur drejt qëllimeve tuaja. Financat duken të qëndrueshme, por ruajtja e një qëndrimi realist ndaj shpenzimeve do të jetë me rëndësi. Zemra juaj kërkon qetësi dhe harmoni, ndaj dedikoni pak kohë për reflektim të brendshëm. Universi do t'ju ofrojë bekime nëse mbani një mendje të hapur dhe një shpirt të qetë. Akrepi.
Ndërsa Marsi të mbush ditën me energji të freskëta, është momenti të mblidhesh me ata që të ngrohin shpirtin. Në dashuri, një bisedë e sinqert mund të thellojë lidhjen tuaj dhe të zgjidhë mosmarrëveshjet. Në punë, përqendrohu në detajet e vogla që sjellin përsosmëri. Mund të ketë një mundësi për të marrë një projekt të ri që do të sjellë mbi supë një sfidë të këndshme. Financat do të përmirësohen nëse i menaxhon me mençuri. Sot, lejoj vetes një moment reflektimi për të rivlerësuar synimet e tua. Kujdesi për mirëqenien tënde është thelbësor, ndoshta një ecje në natyrë do të të qetësojë mendjen. Kupto se çdo hap që hedh është një pjesë e një rrugëtimi më të gjatë drejt lumturisë së brendshme. Shigjetari. Ditën e sotme, ndjesitë do të jenë të theksuara dhe do të jesh në harmoni me ndjenjat e tua. Në fushën e dashurisë, mos hezito të shprehësh atë që ndjen, pasi një bisedë e sinqertë mund të sjellë afërsi të papritur. Në punë është koha për të rishikuar strategjitë dhe për të ndjekur intuitën tënde. Një ide e papritur mund të të çojë në drejtimin e duhur. Financat duken stabil, por shmang shpenzimet impulsive që mund të të largojnë nga qëllimet afatgjata. Kërko momente qetësie për të reflektuar dhe për të mbledhur energji. Një shëtitje në natyrë do të ishte ideale për ta kthyer mendjen në paqe. Ruaj një qëndrim pozitiv dhe përqafo çdo mundësi që të vjen. Britsjapi. Sot, dita nis me një sens qetësie dhe stabiliteti. Ndërsa përparon, ka gjasa të ndjeni një valë energjie që ju shtyn drejt qëllimeve personale. Në marrëdhëniet tuaja, fjalët e dhëmshura do të krijojnë ura komunikimi dhe do të forcojnë lidhjet. Në punë, një zgjidhje e befasishme mund të vijë nga një burim i papritur. Pranojini ndryshimet me zemër të hapur. Kujdes me financat, shpenzimet e menjëhershme mund të presin për një ditë tjetër. Shikoni të relaksoheni sot mbasdite, një ecje në natyrë do t'ju freskojë mendjen dhe shpirtin. Lërini shqetësimet të zhduken si rrethe e bardha në qiellin blu. Përqafoni momentet e vogla të lumturisë dhe kujtojini vetes të vlerësoni të tashmen. Ujori. Sot mund të ndjeni një dëshirë për të shkëputur pak nga rutina e përditshme. Qetësia e brendshme do t'ju ndihmojë të përballoni çdo sfidë që shfaqet. Në aspektin e dashurisë, një bisedë e thellë me partnerin do të sjellë mirëkuptim dhe afërsi. Beqarët mund të takojnë dikë që i ngjall interes. Në punë, përkushtimi dhe kreativiteti juaj do të vlerësohen nga kolegët dhe eprorët. Është koha e duhur për të menduar për ndryshime të vogla që mund të sjellin përmirësime të mëdha. Në drejtim të financave, ruani një qasje të kujdesshme dhe analizoni opsionet me sy kritik. Kujdesuni për shëndetin tuaj emocional duke medituar ose thjesht duke kaluar kohë në natyrë. Lejojini vetes momente relaksi për të rigjeneruar energjik. Peshqit. Sot ndjen një lëvizje të brendshme që të nxit të kërkosh thellësi dhe kuptim në çdo gjë që bën. Në dashuri, dëgjoj zemrën dhe bëj hapin drejt intimitetit, pasi partneri yt do të vlerësojë sinqeritetin tënd. Në punë, një ide e re mund të të çojë në një drejtim të papritur, ndaj mos nguro të ndaj mendimet tuaja me kolegët. Financat duken të qëndrueshme, por bëj kujdes me shpenzimet e panevojshme. Sot merr kohë për të reflektuar mbi ëndrat e tua dhe lër zemrën tënde të udhëheqë. Frymëzimi do të vijë kur e lejon veten të ëndërrohesh me sy hapur. Gjatë mbrëmjes, relaksohu dhe përkëdhele veten me një moment qetësie. Kujto se lumturia qëndron në detajet e vogla të jetës.